se LDK-ja është partia e cila mundet me çup Kosovën përpara me nxjerr për kësaj krize. Sa përqen LDK-ja sipas teje? Po sipas meje do ti fitoj afër 25-26. Si je, e mirë? Mirë. Jam e gëzoni për emisionin 05, shpresoj që nuk po të shqetësoj. Jo, po s'pedi, po shkam nola atë. Nola me ta bëni pyetje. Pa pyetja është shumë me rëndësi, përgjegjja s'është e rëndësishme. Se kur bëhet pyetja me vend, përgjegjja dihet që vjen me Është momentin më të duhur, thonë. Po. Kush duhet i fitoj zgjedhjet e shtatë qershore? Po, shiqoni, duhet të fitoj zgjedhje dikush që e çon këtë vend përpara. Kush është ai? Cila parti është ajo? Po, sipas mendimit tim, Aden, po nashta nuk është, Gjithmonë veç opinioni është, na intereson. nashta jo, po e them me plot goja dhe me sinqeritet plot, se LDK-ja është partia e cila mundet me çup Kosovën përpara me nxjerr për kësaj krize. Sa përqen LDK-ja sipas teje? Po sipas meje do ti fitoj afër 25-26. 25-26%. Po, përqen, po. Faleminderit shumë, kënaqësi e veçantë. Por që të lutem. Dashka s'mund ta më të përgjigjesh bash. Shumë mirë është opinioni yt, ne e respektojmë. Po, ky është ky është opinioni jam. Faleminderit shumë. Besoj se LDK-ja është megjithatë një parti që ka me met si pikë shëndritëse as për këtë vend. Ashtu, faleminderit shumë, kënaqësi edhe një herë.